vjedhjes. Policia dhe prokuroria e Shkodrës ende nuk e kanë një pistë konkrete hetimi lidhur me motivet e atentatit me tritol ndaj zyrtarit të tatimeve në Shkodër, Enea Buzukja. Lënda plasëse u vendos në një motor të parkuar afër automjetit me të cilin do të lëvizte 38 vjeçari Enea Buzukja në lagjen Docmazi të qytetit të Shkodrës. Sapo punojnë si tatimeve, ka dashur që të futet në automjetin e tij, ka ndodhur dhe shpërthimi i telekomanduar i motorit. Fatmirësisht Buzukja ndodhet jashtë rrezikut për jetën, teksa ka plagë në dorë. Në lidhje me këtë ngjarje, policia e Shkodrës ka shoqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje dhe për të zbuluar më shumë rreth hetimeve, por ende nuk ka të dhëna për autorët e vendosjes së eksplozivit. Zona ku ka ndodhur ngjarja, brenda banesës së të plagosurit, ka biznese dhe banesa me kamera sigurie. Sipas burimeve, dyshohet se 2 persona kanë marrë pjesë në këtë ngjarje. Gjatë marrjes në pyetje përpara oficerëve të policisë së Shkodrës, Buzukja ka deklaruar se nuk ka konflikte me askën, ndërsa një prej pistave që po heton policia është ajo e punës së tij si specialist monitorimi në hetimin tatimor në Shkodër. Ndërkohë, menjëherë pas ngjarjes, një automjet u gjeti djegur në zonën e Postribës, i cili dyshohet të jetë përdorur nga autorët për të lëvizur pas vendosjes së lëndës plasëse, por kjo e pa konfirmuar deri tani nga policia. Mjeti po ekzaminohet në laboratorin e policisë për të gjetur gjurmë apo prova materiale që mund të ndihmojnë për identifikimin e autorëve.